Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Pagat dhe pensionet, kush përfiton rritje, tabelat, fatura 13 miliard lek, rroga minimale mbi 24.000 lek, projekti 600.000 pensionistë në fshat dhe qytet do të përfitojnë 3% më shumë. Propozimi i financave, rrogat e administratës rriten 10%. Masakër pas lojës së pokerit, 2 të vrarë dhe 4 të plagosur, Shkodër, Breshëri Kallashi në lokal, emrat e viktimave, shpallet në kërkim i riu në Dajç, policia, dyshimi e tallën. Vdes foshnja, prindrit, faji mjekëve, Pogradec, i porsalindur i ndron jetë pas 4 ditësh, çifti Hyka e neglizhuan, shefi i pavionit, u sëmur me infekcion në lëkur pas 12 orësh. Ligji i ri, debate në grupin e Partisë Socialiste, hetuesit e strukturës posaçme antikorrupsion, Sterkaj, me këto kushte shtrënguese vetëm t'i gjejmë në Befotrof. Jam Mimoza Koçiu, botohet opinioni ditës me titull Media dhe ziliqar. Nisin sot aplikimet për llotarinë amerikane, ja hapat për të kualifikuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, udhëzimi plot. Tiranë, studimet master në drejtësi dhe ekonomik, zbardhen kriteret. Pronarët, letër kryetarit të Venecias, eja në Shqipëri, ligji i padrejt. Drama, denoncimi, 32 dibranët që u zhdukën në 1996 gjenden në Greqi. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në Tiranë, jemi në partneritet strategjik. Rrugët, emra katolik apo musliman, sherr në Këshillin Bashkiak Shkodër, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, sherri në lokal, masakër në Shkodër, 2 të vrarë dhe 4 të plagosur. 2 të vrarë dhe 4 të plagosur me kallash pas sherrit gjatë një loje pokeri në lokal. Emrat dhe fotot e autorit dhe viktimave. Policia është përdorues droge. Zbardhet roli 2 motrave tutore. Punësonin gjoja vajzat në agjensi mode dhe i çonin prostituta në Gjermani. Vajzat rekrutoheshin në lokalet e natës në Tiranë, u premtonin punë si modele në Europë. Kredit për shtëpi në Tiranë, bashkia rihap aplikimet, të pastrehet mund të aplikojnë nga sot, si mund të përfitojnë. Dritëroi, kur dëshuhen sherrë dhe rrahjet në parlament, e dekoron Thaçi. Vizita në Tiranë, Universiteti Evropian i Tiranës, honoris causa për ambasadorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Hill. Raporti sekret, spionimet në radio televizionin shqiptar, Vera Grabowska ekspozon modën e fundit, është i dosje nga Dashtor Kaloçi në faqet e gazetës Panorama. Polemika, Çili flet për mandat të dytë për Ramën, Zhej dhe Bushati, si me Berishën. Një opinion nga Agron Gjekmarka i mban titullin Ndjesa e Bashës dhe besa gjoja e Ramës për plerat. Nga Avni Ponari, fondi kompensimit, shteti dhe tregu i sigurimeve. Nga Ergjys Mërtiri, alkimia e plerave dhe guri filozofik i kryeministrit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, propozimi, qeveria, sa rriten rrogat dhe pensionet. Ministria e Financave bën llogarit për ndarjen e fondit $100 milion. Ameta i viziton këtë javë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë dhe bekimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Letra, pronarët kërkojnë drejtësi te Komisioni i Venecias. Bashkëbisedimi, dritëroi, batutat me Thaçin për mbiemrin dhe Kosovën. Presidenti i Kosovës i jep medaljen Urdhri i Pavarësisë. Shekulli zbardh bisedën në shtëpinë e Agollit, takimet me Nishanin, Ramën dhe Metën. Një opinion nga Edlira Gjoni mban titullin Pasaporta ime e shkret, je bërë dhe ti për riciklim. Shkodër, masakër pas sherrit në lokalin e fshatit, 2 të vdekur dhe 4 të plagosur. Pogradec, vdes foshnja, mjeku e vonoi 12 orë nisjen e fëmijës drejt Tiranës. Christopher Hill, ambasador, Shqipëria që pash në vitin 1991 dhe ajo që gjeta sot. Dëshmit, prostitucioni, si i trajnonin në thonjza motrat vajzat e varfra. Dekreti, Nishani kundër plerave, shumica nuk ka 71 vota. Ferik Dardha, Amerika më mbeti një ëndër, tani realiteti im janë serrat në Shqipëri,
janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, importi mbetjeve, nishani, jam me interesin e publikut, ligji prankthimit në kuvend, Partia Demokratike, nëse rrëzohet në kuvend, firmat në popull. Christopher Hill, Universiteti Europian i Tiranës, honoris causa Amerikanit të paqes në Kosovë. Nëse ja del në Ballkan, mund t'ja dalësh kudo. Reforma në drejtësi, grupi Partisë Socialiste merr në pyetje Xhafajn për paketën prej 6 ligjesh. Ngërsh cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, metamorfoz, urra, nuk do të quhem më as pler, as mbetje, por lëndë e parë. Një opinion nga Gentian Kaprata mban titullin Gallata vjeshtuke nga rilindja urbane. Nga Arnold Grabocka, Henry Qili, e majta e djatha dhe rotacioni. Nga David Luka, mos i shpallni intelektualët armiq. Nga Max Hoffman, hungarezët e lodhur nga poterja e Orbanit. Eurodeputeti Kukan, droga një problem gjigant për Shqipërinë. Reportazh, të duash të jesh dada. Afër dhe larg, shko Gjoni, shko, shkruan Jerina Zaloshnja. Në brëndësit gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Ekonomi, bilanci rrugës së kombit. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt Ministra dhe deputet, ortak në milionat e hashashit. Plantacionet e drogës po pasurojnë rilindasit, të cilët po përdornin depo, magazina, tunele ushtarake, madje dhe tarasat e kodrinave ku rritet helmi i bardh. Policia, kemi informacione dhe po punojmë për faktimin e tyre. Kosova nderon drejtoro Agollin. Niko Ligori, si e kam njohur Agollin në vitet e gjimnazit Asim Zeneli. Plejada e mësuesve të asaj kohe dhe shkrimtarët që e bën Shqipërinë të njohur në botë. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Bashkimi Kombëtar nuk është ide abstrakte. Nga Gavrosh Levonja, një samit i Ramës për Ramën. Takimi me Hashim Thacin, Ilir Meta, diplomacia parlamentare në shërbim të njohjes dhe afirmimit të shtetit të Kosovës. Kontrolli lartë i shtetit, marrëveshje me Bullgarinë. Bujar Leskaj, përvoja evropiane konsolidon veprimtarinë e auditimit të institucioneve shqiptare. Zyrtari lartë i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Christopher Hill, raporte shqiptaro-amerikane dhe e vërteta e burgosjes së liderit Partisë Socialiste Fatos Nanos. Alarmi i ekspertëve rrugor. Specialistët e sigurisë dhe të shëndetësisë publikojnë studimin ku 18.000 drejtues automjetesh janë përdorues droge dhe shkaktar të 30% të aksidenteve rrugore. Departamenti Amerikan i Shtetit, sot fillon Lotaria Amerikane 2017, udhëzimet në Shqip të strukturave shtetërore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, periudha e regjistrimit dhe plotësimi i regjistrit elektronik. Ngjarje dite, Edmond Zhulali, këngët himn për UÇK-n, për Ushtrinë Shkrimtare të Kosovës, Eni Balla, e ardhmja e baletit kombëtar, Feyzo Sejdini, mbrojtës i vlerave të lirisë, Mozaik dhe aktualitetesh, rubrika që sjell 3 tituj të tjerë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me titullin Khrushovi, Enveri na lyeu me M. ekskluzive, rrëfimi me fit mushit, pjesa e 3, si shkalloi Khrushovi në mbledhjen e Moskës. Përkthyesi Enver Hoxhës, 16 nëntor 1960 në sallën Georgievskaja, pjesë nga fjalimi bombi Enverit, frika e delegacionit se mos KGB-ja i helmonte shishen e ujit. Si u shpërfytyrua lideri sovjetik, cila parti e panjohur i surprizoi të gjithë duke u dalë në krah shqiptarëve. Lajmi von, Shkodër, masakër në lokal, 2 të vrarë, 4 të plagosur. Afër mesnatës, ngjarje rënd në fshatin Dajq. Pronat, vrasje dhe në Vlorë në orët e mbrëmjes. Lotaria Amerikane, si të plotësoni sakt formularin e aplikimit. Udhëzimet, nis sot regjistrimi për vizat e 2018-s. Nga Arbenduka vin vargjet, unë jam pro legalizimit të së vërtetës. Personazh në Dita, njihni Gjermanin e Xhamllikut. Tiranë, si do ndahen 2200 kredi të buta, 4 fazat aplikuese, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Ministri Tahiri sulmon Kokëdhimën. Dje 2 ngjarjet e ditës,
Presidenti Thaçi dekoron shkrimtarin e madh Dritoro Agolli. Kosova, Republika e Përtej Drinit. Shpërthen Brukseli, eurodeputeti Eduard Kukan. Droga, problem gjigant në Shqipëri. Editoriali sotëm është shkruar nga Nikol Lesi, titullohet Replik me Henry Qilin, pse Edi Rama duhet mbajtur nën kontroll. Projekti, kontrolli i lartë i shtetit, marrëveshje bashkëpunimi me zyrën supreme të auditimit të Bullgarisë. Zgjedhjet, Lëvizja Socialiste për Integrim i lë Partisë Socialiste Bashkinë e Kolonjës. Forum, nga Kristo Mërtiri vjen artikulli Deputet dhe politikan, hapni veshët e dyllosur nga parat e pista. Kafeti Zeneli, mbetjet dhe një pamflet i Sufitit. Deklarata, plera drejt rikthimit në kuvend, Nishani, do konsultohem me shoqërinë civile. Manjani në Londër, krimi organizuar funksionon pa viza dhe pa barjera. Pogradec, Foshtja humb jetën 3 ditë pas lindjes, prindrit në e vranë. Shëndetësi është i tjetër rubrikë që sjell titull në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, Spartak Ngjela, akuzat e rënda Edi Ramës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e donin se ishte njeri i rusëve. Sajmir Vishaj, Bashkimi Evropian të tregoj kush janë peshqit e mëdhenj. Zyrtarët aktual nuk do preken nga reforma në drejtësi. Vettingu nuk do ankimohet. Bashkimi Evropian jep alarmin. Shqipëria e mbytur nga droga. Shteti t'i jap fund fenomenit. Duhen arrestime VIP për integrimin. Pas vettingut dhe ligji për organet e reja drejt kushtetueses, Partia Demokratike plan për ta ankimuar kundër përcaktimeve për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Deputetët e Partisë Socialiste kryqëzojnë Fatmir Xhafajn në mbledhje grupi për reformën në drejtësi. Hije dyshimi për pavarësinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Lulzim Basha thërret Këshillin Kombëtar si kundër përgjigje ndaj kritikëve. Gati strategjia e re për zgjedhjet dhe ndryshimet në struktura. Sajmir Tahiri sulmon sërish Koço Kogëdhimën, është llumi i politikës, po përpiqet të përbalt punën e policisë. Bujar Nishani paralajmëron rrëzimin e ligjit të plerave. Në vendimin tim do të prevalojë interesi qytetar. Myqerem Tafaj, jashtë skandali që po ndodh me bordet e administrimit në universitete. Në listat e ministrisë, të gjithë militant autonomia në rrezik. Ministria e Kulturës pengi shkeljeve ligjore me tenderat. Pas skenës së re, ankesa dhe për rikonstruksionin e godinës. Një koment nga Fatmir Merkoçi mban titullin Loja e plerave dhe politika e plerave. Nga Riza Hoxha, a mund të ngrem një shtet të besueshëm për të gjithë? Nga Besi Bekteshi, si mund të ndalen të egzaltuarit populist duke mos votuar? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Jo, po nuk në intereson digitali, se sjell me vonese heqjen e figurës. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Beteja me drogën. Koço Kogëdhima në krye të një lobi kriminal. Carlo Bolino hedh në gjyq Sali Berishën, dua 50 milion lek dëm shpërblim. A kishte dorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në arrestimin e Fatos Nanos, rrëfehet ish diplomati amerikan. Demokratët lezhjan kryqëzojnë Eno Bozdon dhe stafin e Bashës. Më 2017 kandidatët nga baza, ose Partia Demokratike përfundon si në Dibër. Fiks fare, 7.000 lek për të kaluar makinën në kolaudim. Ekrem Çabej, pse bota në quan Albania dhe origjina e emrit Shqipëri. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Duke luajtur plerash. Nga Desada Metaj, beteja e humbur e Partisë Demokratike me plerat. Nga Andri Bala, elegji postmortem nga Beni për Blushin. Mentor Kikia, alarmi e migrimit, po ikën shtresa e mesme, mjek inxhinier. Antena brenda familjes, Obezi shpjegon të këqijat dhe të mirat e deklaratës së Qilit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Kukan, droga një problem gjigant për Shqipërinë. Pyetja e ditës, zoti ministri i Brendshëm, po Eduard Kukan, kujt lobi kriminal i shërben? Basha, kultivimi i drogës në të gjithë vendin, pasojë e kriminalizimit të politikës dhe administratës. Ambasadori Hill, Partia Demokratike në drejtimin e Bashës ka sjell një mënyrë tjetër të bërit politik, e cila do ta shtyjë vendin përpara. Rama kundër interesit popullor, i kapur nga interesat e bandave të krimit dhe të mafjes. Ligji për mbetjet, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani. Rama është vendosur kundër interesit popullor.
Nëse Rama rrëzon referendumin, populli duhet të mbledh firma për ta realizuar atë. 17 miliard lek tek sheshi Skënderbej për tekat e Edvinit, Tirana nën makthin e trafikut. Nga Gavrosh Levonja botohet artikulli Hajgarja e Ramës me diasporën, një tull në godinën e fushatës së tij elektorale. Kontrolli i lartë i shtetit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me zyrën supreme të auditimit të Republikës së Bullgarisë. Do të shkëmbehen eksperienca përmes vizitave të punës, trajnimeve dhe workshopeve për audituesit shqiptar. Një dosje nga Kastriot Dervishi mban titullin Shqipëria në foto historike, Ambasada Amerikane në Tiranë në vite të ndryshme. Në brëndësit Gazetës 55 sot është suplementi Japonia një mik më i afërt se Kina. Gazeta Ballkan në faqen e parë sjell titull Rritja e pagave dhe pensioneve, zbardhen skenaret e financave. Udhëzimi për aplikuesit, sot fillon lotaria amerikane, gjithçka që duhet të dini për të fituar. Dëmshpërblimi të përndjekurve, lista e përfituesve të këstit të parë, kontrolli i lartë i shtetit, ja kur përfundon shlyerja e plot. Projekt ligji, të gjitha ndryshimet në ligjin për procedurat tatimore. Juristët letër nishanit, mos e dekreto ligjin e mbetjeve. Deklarata, Kukan, droga, problemi madh për Shqipërinë. Presidenti Thaçi dekoron shkrimtarin Dritoro Agolli. Aplikimi për leje ndërtimi, hapet një adresë emaili për udhëzimet. Strehimi në Tiranë, Veliaj, ofrojmë $1 milion për 1200 kredi të buta. Bonus për ndërtuesit në këmbim të banesave. Një opinion nga Arben Lalla titullohet Përse Nikos Kocias mori në telefon Johannes Han. Nga Spartak Ngjela, politika shqiptare është neo-osmane. Nga Faik Islami, vendi nën pushtetin e politikanëve të papërgjegjshëm. Flet shkrimtari Naum Prifti, vlehet ose çobën, që u kthyen në shqiptar. Historia vleve në Shqipëri, nga dhe si kanë ardhur në vendin ton. Klubi Ballkanit, nga Artan Fuga vjen artikulli 9 modelet tona ekonomike. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, struktura antikorrupsion. Zbardhet debati në grupin e Partisë Socialiste për strukturën e posaçme antikorrupsion. Deputetët revoltohen me xhafën. Flet eurodeputeti Eduard Kukan, çështja e drogës, problem gjigant për Shqipërinë, duhet qasje e pamëshirshme. Vdekja e foshnjës 4 ditëshe në Pogradec, prindrit, drejtësi ose marrim hak, shefi i pavionit, infeksioni u shfaq pas 12 orësh. Ilir Meta takon presidentin Thaçi, diplomacia shqiptare në shërbim të shtimit të njojeve dhe afirmimit të Kosovës. Nishani për ligjin e mbetjeve, qëndrimi pasi të takoj shoqërinë civile, me rëndësi interesi publik. Basha me ambasadorin Hill, kultivimi drogës, pasoj direkt e krimit në politikë dhe administrat. Ligji i ri, taksa e re që u vendoset bizneseve, do paguajnë 22 milion euro për dhoma tregtare. Lotaria amerikane, sot nisin aplikimet, afat deri më 7 nëntor, ja si mos bini pre e mashtrimeve. Atentatin ndaj biznesmenit, zbardhen detajet e reja, 37 vjeçari u vra me silenciator nga një polic. Denoncimi mjekut, si më vinë në klinik për mjekim punëtorët e Hashashit, punoj me lule. Autotek është suplementi që veçon titujt prodhohet Mercedes Maybach i blinduar që i reziston çdo arme. Historia e markës Opel janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Kalojmë tani te gazetat e partive politike. Gazeta Fryma e Re në faqen e parë sjell titujt Bamir Topi, zgjedhjet parlamentare në rrezik. Fryma e Re Demokratike, partitë parlamentare të interesuara për dështimin e reformës zgjedhore. Ndërkombëtarët të ndërhyjnë për të garantuar procesin e reformës. Nga Alfred Sako botohet editoriali me titull Opozita e çorganizuar, ndërkombëtarët dhe presioni për kodin zgjedhor. Nga John Croy, artikulli Shoqëria civile dhe ligji i mbetjeve. Forumi civil, konsultime dhe gjithë përfshirje për ndryshimin e kodit. Auditi, kontrolli i lartë, trajtimi i të përndjekurve ka dështuar. Eurodeputeti Kukan, të mos humbet kohë me përmbylljen e reformave. Koha nuk pret. Ekonomi, jashtë sektorët me mbi investime, Shqipëria në punë part-time. Sport, kombëtarja grumbullohet në Vaduz, gati për Liechtensteinin. Kultur, 100 vjet këngë patriotike shqiptare, luftë, poezi dhe këngë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fryma e Re. Gazeta Rilindja Demokratike, Shqipëria, hambari drogës në Europë.
Eurodeputeti Kukan: çështja e drogës është një problem gjigant për vendin. Është një çështje shumë e madhe dhe duhet të jepet fund këtij fenomeni, sepse të gjithë këtu në Bruksel e dinë. Christopher Hill: me krimin në parlament nuk ka vend në Bashkimin Evropian. Christopher Hill: Partia Demokratike në drejtimin e Bashës ka sjellë një mënyrë tjetër të bërit politik, e cila do ta shtyjë vendin përpara. Vdes foshnja, spitalet po kthehen në klinika të vdekjes. Editoriali sotëm mban titullin Shëndetësia që vret. Presidenti paralajmëron për plerat. Nuk zhdoganohen 9.000 ton naftë në shtator. Abuzimi 12 milion euro i velijajt me qendrën e Tiranës. Taksa ndaj bizneseve për dhomën e tregtisë, 22 milion euro në vit, do të paguajnë 121.000 biznese. Kontrolli i lartë i shtetit, mashtrimi i qeverisë me të përndjekurit, janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi: Florida Kërpaçi në Finland, në Kongresin e të rinjve social-demokrat, të rinj shqiptar, garancia për të ardhmen evropiane të vendit. Kryetari i Kuvendit priti presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Meta: diplomacia parlamentare shqiptare në shërbim të shtimit të njojeve të Kosovës. Ceremonia tradicionale e hapjes së vitit ligjor në Angli dhe Wales. Ylli Manjani: bashkëpunim dypalësh në fushën e drejtësisë dhe luftën kundër krimit të organizuar. Hapen kredite buta në 2017. Brunilda Paskali: fond $1 milion, synimi ynë është të ndihmojmë familjet e reja në Tiranë. Në qytetin e Beratit është ngritur kampi rajonal i restaurimit trashëgimisë kulturore, student nga vendi dhe rajoni. Vargmalet Korab Koritnik, një destinacion i ri i turizmit malor dhe sporteve ekstreme në verilindjen e Shqipërisë. Një koment nga Georgi Dalos mban titullin Një vështrim mbi Evropën time. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport: alarm për Sadikun, humb kombëtaren edhe Manaj. Probleme në sulm, Bomberi me 90% mungon me Liechtensteinin dhe rrezikon Spanjën. Sulmuesi i Peskarës pritet të qëndrojë 10 ditë jashtë pas dëmtimit. Partizani nis skarcimet. Duro: zgjedhje skandaloze në formacion. Klubi nis bisedimet për prishjen e kontratës me mesfushorin Bertoni, i vë kushte dhe Sormanit. Ish trajneri akuzon për mashtrim në çështjen Mazrekaj. Kritikon dhe Maganin për sjelljet e flamurtari. Incidenti: Federata Shqiptare e Futbollit lë çezmat hapur, përmbyten dyqanet e katit të parë. Skënderbeu: debati me Osmanin. Gëzdari: më fol pak për humbjen 3-0 ndaj rusëve. Kuksi: Gjiçi dhe Mici, polemika live për divorcin. Muça: vuajmë derbin sa 24 vitet e Partizanit. Mbrojtësi i Tiranës provokon të kuqt dhe premton një sezon super. Ish sekretari i Federatës Shqiptare të Futbollit Dervishi: ja çfarë trem Spanjën në Shqipëri. Intervista: Bejl dhe Pica, Lullaku rrëfen sekretet. Presidenti Hasan Belliu: jap se Teuta po dështon. Presidenti Beslidhjes Noka gjen fajtorët. Miset më prishën ekipin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Për më parë do ftoj regjin të transmetojë një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.